kanë hapur fort fare një tash e them që e kanë bler gjykatësin Pëllumbi, që do të diskutoj apelin nesër, miq të dashur, datë 11 do të jetë seanca e apelit në gjykatën e posaçme, por kam përshtypjen se është hera e tretë që e hapin, thashë themin, mbetet për tu parë, por do doja të qëndronim te Veliaj, i cili është pak i paqartë në raport me parat, po edhe me mënyrën se si po e kalon këtë periudhë të burgosjes, edhe pse 3 javë, nëse lexojmë çka ka thënë dje për Euronewsin, duket sikur ka 3 vjet, ngjan gati me kontin e Monte Cristos, zoti Veliaj, thotë që ka lexuar pafundësisht, ka studiuar, po i futet studimit të ligjit, madje gjen kohë edhe ka zbuluar edhe Zotin, thotë që po mban Ramazan. Veliaj që nuk është as musliman. E çuditshme, thotë pritani. U bë një muaj, thotë. Në një muaj, Erion Veliaj ka lexuar Procesin e Kafkës, Mosmarrveshjen e Kadres, faleminderit regjia, unë nuk kam dylbi këtu, sy kam edhe unë, kështu që mund të na e ktheni në ekran, faleminderit. Shime Balt me Robazës, Lumin e vdekur të Jakov Xoxës, pra të gjyshit të gruas. Dhe përveç se ka lexuar këto, ka lexuar çështjet e Strasburgut, Allen kundër Britanisë, Karaman kundër Gjermanisë, Minelli kundër Zvicrës, Neratini kundër Greqisë, Didu kundër Rumanisë, Garicki kundër Polonisë dhe 2 dosjet Hysa dhe Gëllçi kundër Shqipërisë. Dhe thotë që nuk do e padisi vendin e tij, po sigurisht e bëri kështu si gjysmë-kërcënimi. Se harrova. Jam duke agjëruar gjatë këtij muajit Ramazanit. O Erion, o plak. Pse më plak? Nuk e shplan dot veten kështu më lë. Nuk janë këto justifikimet që duan njerëzit në gjë. Thuaj të vërtetën. Jo të thuash një tjetër gënjeshtër. Sigurisht po mund të jesh duke agjëruar, nuk ka asgjë të keqe, po e bën çdo katoliku e ortodoksi se ka benefite për trupin. Patjetër, po. Nuk po agjëron në plak. Dhe mbi të gjitha nuk i ke lexuar të gjitha këto. Mund t'i kesh aty, dakord. Po mos jep intervista kotu, por jep intervista thuaj valla. Po, më arrestoi Edi Rama edhe jam këtu për gjërat që i kam bërë për Edi Rama. Kaq. Edhe për çështjet e OJF-ve, që te OJF-t je pak keq aty, nuk kemi çfarë bëjmë. Si për shembull, fjalë vjen edhe pse je bashkëpunëtor i Ramës, mund të thuash valla që ashtu është. Siç ka bërë Arben Male për shembull. Arben Male kishte një koment shumë interesant, shumë cilësor. Ka shpërthyer Arben Male ndaj kryeministrit. Tregoni pak si ka shpërthyer Arben Male. Ja, urdhro, një super foto ku e keni gjetë këtë foto. E kanë bërë bashkë kur nuk kishin shpërthyer. Apo është fotomontazh nga këto cilësorë që bën vetëm redaksia e Kafes Qetos. Po të shikosh në botë, thot, shifet çfarë thot Arben Male. Gjeneratat harmonizohen. Ku i ka PS disa figura, disa ikona që amortizojnë zhvillimet e brendshme apo lehtësojnë marrëveshjet e mëdha kombëtare. Domethënë Arta Dade është e re akoma dhe ishte një personalitet i PS. Ermelina Meksi, një ekonomiste talentuar me integritet. Valentina Leska ka një network kombëtar të jashtëzakonshëm. Ato mund të harmonizoheshin dhe PS ka pasur gjithmonë 65-75 deputet. Kishte vend që me 1/3 e tyre të rigjenerojë dhe kishte vend krijonte edhe figurat e reja. Po duhej vend për Samir Tahirin atëherë, po nëse. Si për të ironizuar grupin parlamentar socialist, ai shtoi shprehjen është si puna e shtëpisë. Shtëpia merr frymën e të Zotit të shtëpisë dhe për luksin ka thënë, e them me bindje se është më mirë të kesh një xhaketë vjetër sesa një kostum firmato të lyrosur nga babëzia dhe pangopsia. Është më mirë bukëthat se një biftek $1.000. Duhet i biftek $1.000, qofse bo 33.000 euro shisha verës, sa do bëj bifteku, Arben. Është më mirë lëng molle se verë 33.000 euro. Pra ka element kritik që nuk kanë të bëjnë me individin, ka të bëjnë me ata që